E keni vënë re ndonjëherë atë ndryshimin të burrat pas moshës 50? Duket sikur diçka ndryshon thellë brenda tyre. Bëhen më të butë, më të lidhur me familjen, ndoshta pak më emocional? E po, nuk është thjesht imagjinat. Kjo është një gjë reale. Dhe prapa këtij transformimi fshihet një mister i vërtet biologjik, një riorganizim total i trurit maskullor. Pikërisht këtë do të zbërthejmë sot, shkencën që fshihet pas gjithë kësaj. Pra, pyetja që shtrohet është çfarë po ndodh në të vërtetë? Dhe përgjigja nuk është thjesht po plaken. Jo, kjo është diçka shumë më e thellë. Është një lloj evolucioni i programuar, një kalim nga një sistem operativ në një tjetër, krejtësisht të ri. Për ta kuptuar këtë kalim, do përdorim një metaforë që do ta bëjë gjithçka shumë të qartë. Në rregull, le t'i futemi thelbit. Imagjinoni trurin e një mashkulli të ri, si një Maserati, i shkëlqyeshëm, i shpejt, super agresiv, i ndërtuar për garë, për të ndjegur pren. Tani, mendoni për trurin e një mashkulli të pjekur, si një sedan luksoz, i qetë, i rehatshëm, i besueshëm, i projektuar për lidhje, për intimitet. E shihni ndryshimin? Ky kalim nga Maserati te sedani nuk është thjesht një ndryshim mendësie. Jo, është biologji e pastër dhe gjithçka, absolutisht gjithçka, fillon me llojin e karburantit që përdor motori. Pra, një përzierje e re e karburanti. Çfarë do të thotë kjo? Për ta kuptuar, le të njihemi me historinë e Johnit. John është një konsulent biznesi 58 vjeç dhe historia e tij personale është shembulli perfekt i këtij ndryshimi. Pasi kaloi një divorc goxha të vështirë, ai nisi një lidhje të re me një gruan të quajtur Kate. Dhe pikërisht aty, diçka brenda tij filloi të lëvizte. Butësia që ai ndjente për Katein ishte diçka krejt e re për të. Papritur, John e gjeti veten duke shijuar gjëra që më parë ndoshta ja anashkalonte, si mbajtja e duarve për këdeljet. Kjo butësie sapo gjetur nuk ishte thjesht një emocion i çastit, as pak. Ishte sinjali i parë, treguesi një ndryshimi të thellë hormonal që po ndodhte thellë brenda trurit të tij. Dhe ja ku është çelësi i gjithçkaje. Me kalimin e moshës, truri mashkullor fillon të prodhojë më pak testosteron. Kjo gjë ndryshon të gjithë ekuilibrin hormonal, raportin midis testosteronit dhe estrogenit. E dini çfarë do të thotë kjo? Nga pikpamja hormonale, truri mashkullit të pjekur fillon të ngjajë më shumë trurit të një gruaje të pjekur. Ky ekuilibër i ri hormonal pastaj i jap derën një tjetër lojtari shumë të rëndësishëm në këtë histori. Po flasim për oksitocinën. Mund ta keni dëgjuar si hormoni i përkëdheljes apo hormoni i lidhjes. E pra, kur ka më pak testosteron në lojë për të konkuruar, ndikimi i oksitocinës bëhet jashtëzakonisht i fuqishëm në trurin mashkullor. Dhe kjo nuk është teori. Studimet e kanë treguar qartë. Kur burrave u jepet oksitocin, aftësia e tyre për të ndjerë empati, për të lexuar emocionet në fytyrat e të tjerëve, përmirësohet në mënyrë dramatike. Mirë pra, kemi një përzierje të re karburanti hormonal. Po në praktik, çfarë do të thotë kjo? Si duket ky sedan luksoz në jetën e përditshme, në marrëdhënie, në punë? E po, efektet janë vërtet të thella. Ato prekin çdo aspekt të jetës së një mashkulli. Dhe po, ndikimi është shumë real, shumë i prekshëm. Në marrëdhënie, një mashkull si Johnny për shembull, shndërrohet në një dëgjues më të mirë, bëhet më i dashur. Në punë, ajo nevoja e edhshme për të dominuar me çdo kusht, thjesht fillon e zbehet, dhe në aspektin emocional, bëhet më i duruar, më i hapur, pa atë frikën e vazhdueshme se po humbet imazhin. Mendojeni kështu, roli i tij i ri i ngjan shumë atij të një gorile silverback. Kur është i ri, ai lufton për dominancë, por në pjekuri, ai bëhet mbrojtësi i grupit. Ky është saktësisht i njëjti ndryshim fokusi. Nuk motivohet më nga ngjitja me çdo kusht në shkallën e karrierës. Jo, motivohet nga diçka më e madhe, ofrimi i stabilitetit, i mbrojtjes për familjen dhe për komunitetin e tij. Por kujdes, ky tranzicion nuk është gjithmonë i lehtë, nuk është një shëtitje në park. Dhe këtu historia e Johnit merr një kthes të papritur. Partnerja e tij, Kate, i shprehu dëshirën për të krijuar një familje të re, një ide që John thjesht nuk ishte gati ta pranonte. Kjo shkaktoi një krizë të vërtetë, e cila e përballi me një nga sfidat më të mëdha dhe më të dhimbshme të kësaj faze të jetës, vetminë. Pas ndarjes, John u mbyll në vetvete. Shtëpia e tij e madhe dhe e zbrazët u bë një kujtesë e ftohtë e asaj që kishte humbur. Edhe vajzat e tij ishin të shqetësuara, duke e parë të zhytur në melankoli.
Por ja ku është gjëja që John dhe shumë burra si ai nuk e kuptojnë. Kjo ndjenjë ndërmuese vetmie nuk është një shenjë dobësie, është një sinjal mbijetese, një alarm i programuar thellë në trurin ton. 1 në 5. Mendoheni pak për këtë shifër. Rreth 1 në 5 Amerikan dihet thellësisht i vetmuar. Dhe kjo nuk është thjesht një ndjenjë trisht apo një problem social. Jo, ky është një rrezik real dhe serioz për shëndetin. Dhe ka një arsye shumë të thellë biologjike për këtë. Natyra, në mençurinë e saj, e ka programuar vetmin të jetëdhimshme. Pse? Për të na shtyrë të kërkojmë lidhje me të tjerët, sepse në të kaluarën tonë evolucionare, të ishe i izoluar nga fisi ishte një dënim me vdekje. E pra sot, pasojat janë po aq të rënda, vetmia kronike mund të jetë po aq vdekjeprurse sa pirrja e duhanit. Po, e dëgjuat mirë. Kjo periudhë tranzicionin, shpesh e vështirë, ka një emër, andropauza. Disa i quajnë menopauza mashkullore. Le të shohim tani historinë e Tomit, 64 vjeç, i cili u përball ball për ball me këtë realitet biologjik. Për burrat si Tom, andropauza nuk është thjesht një rënje hormonesh, shkon shumë më thellë. Është një sfidë drejt për drejt për vetë identitetin e tyre si burra. Dhe simptomat ishin aty të qarta. Tom djej vazhdimisht i lodhur, mendja e tij nuk ishte më aq e mprehur sa dikur dhe, ndoshta më e vështira për të, ai filloi të përjetonte ndryshime në funksionin seksual. E shihni, këto nuk ishin thjesht shenja të plagjes normale. Këto ishin sinjale të një problemi biologjik që shumë shpejt po shndrohej edhe në një problem martesor. Por historia nuk mbaron këtu. Me vështirësi dhe sfida. Absolutisht jo. Le të kalojmë tani në fazën finale dhe duhet thënë, fazën më optimiste të këtij evolucioni të jashtëzakonshëm. Sepse pasi përballen me sfidat e andropauzës, burra si Tomi shpesh gjen një qëllim kretëri, një kënaqësi të re, duke u transformuar në atë që ne mund ta quajmë truri i gjyshit. Ka një term shkencor për këtë. Studiuesi George Vaillant e quan generativitet. Çfarë është? Është kalimi epik nga ambicia personale tek investimi për të ardhmen. Me fjalë të tjera, burrat fillojnë të gjejnë kënaqësi jo më duke ndërtuar perandorinë e tyre, por duke ndihmuar brezin e ardhshëm të ndërtojë perandorinë e vet. Dhe Tomi është shembulli perfekt i këtij truri të gjyshit në veprim. I njëjti Tom, që kur ishte baba i ri, ishte shpesh i zënë, i paduruar, tani gjente një kënaqësi të pafund duke kaluar kohë me nipin e tij, Tomin e vogël. Ishte më i duruar, më i dashur. Ato qarqet nervore të dashurisë në trurin e tij të pjekur u ndezën më fuqishëm se kur më parë. Dhe kjo na çon në një pikë kyçe. Ky nuk është thjesht një ndryshim psikologjik. Kjo është një avantazh i vërtet evolucionar për të gjithë specien tonë. Mendoni pak për kulturat e lashta. Gjyshërit ishin ata që siguronin burime, që mësonin aftësitë etike, që përcjellnin dijen dhe urtësinë. E pra, edhe sot ata vazhdojnë të luajnë po atë rol etik, duke ofruar mbështetje financiare, urtësi dhe duke ndihmuar në rritjen e brezit të ardhshëm. Pra, ky transformim i trurit mashkullor, nga mazeratja e shpejtë te sedani luksoz i rehatshëm, e deri te roli i urtë i gjyshit, është një udhtim biologjik vërtet i jashtëzakonshëm. Dhe kjo na lë me një pyetje të madhe për të ardhmen. Tani që njerëzit po jetojnë më gjatë se kur më parë, çfarë transformimesh të tjera na presin? Çfarë fazash të reja të zhvillimit të trurit mbeten ende për të zbuluar dhe çfarë sekretesh të tjera afshe ende truri ynë në evolucionin e tij të pafund.